16 gusht është një ditë e veçantë për banorët e Shirokës. Çdo vit ata kremtojnë festën e Shënrrokut, shenjë dhe simbol të së mirës dhe sakrificës, për të cilët mendohet se ka marrë emrin dhe Shiroka. Për besimtarët kjo është një festë e veçantë. Është festë e madhe e Shirokës, dhe me thonë, unë herë jam nga ata që kam pas edhe nanën prej këtij vendit, edhe vi për çdo vjet. Festohet me miq, gjithmonë hina ba kallabllek, kena hina mlell në borë, tradita ndoshta ja, por njerëzit pak. Për çdo vjet e ma pak, të parë tonë kanë vdek. Na besojmë, jena krishterë. Po, është e rëndësishme për një krishterë. Çfarë përfaqëson kjo festë për ju? Festa përfaqëson shumë. Shumë. I krishterë shumë. Na e festojmë se shajti Shnarrok ka bë mrekulli. Në nimin e të lumit Jezu Krisht e ka bë mrekullin. Ka shnosh njerëz nga gërbula, nga çdo gjë. Na besojmë me rresht fenë e Krishtit, dhe besoj sikur të isha i përjetuar me të lumin Jezu Krisht. Prandaj unë ndjeku tonë jetën time dhe do ta ndjeku derisa të vdes. Pas procesionit, mesha shenjt u drejtu nga Fra Mateo Disekli, famulletari i kishës së Shënrrokut. Në fjalët e tij para besimtarëve, ai tha se nuk mund të jetojmë vetëm me forcat tona, por kemi nevojë për një dhuratë që është prania e Zotit. Rreziku sot është që ne jetojmë, por nga një herë më pyet vete, pse jetoj? Jam kaq i lodhur, jam i mërzitur, jam të bërë shumë sakrificat, por ndoshta nuk fitoj asgjë. Njerëzit me të ndojnë, unë vetë jetoj të ndimet, kam shumë dëshira të bukura, të mira, por në fundit konkretisht nuk mund të realizoj. E kështu, është situata që jetojmë të gjithë. Por, në këtë shtektim që ne jetojmë, që quhet jeta, nuk jena vetëm. Këto mendime që kam përmendur deri tash janë për njerëzit që harrojnë një punë shumë të rëndësishme, që ne nuk jetojmë vetëm me forcat tona. Ne nuk mund të përballojmë, nuk mund të jetojmë, nuk mund të japim përgjigje jetës sonë vetëm me forcat tona. Po kena nevojë për një dhuratë, kena nevojë për një hir që është prania e Zotit në jetën tonë. Vetëm me të, vetëm me Jezusi ne mund të ecim përpara. Vetëm me Jezusi ne mund të zbulojmë forcat e reja, që nuk janë vetëm forca e fizikut, që ndoshta nganjëherë fiziku është i dobët, i semur, por për brenda zbulojmë një forcë që mburon nga zemrat tona, që na ndihmon me ecë përpara edhe me besu edhe me shpresu edhe kur është e pamundur. Kur bota na thot që s'kena çfarë me pa ma, Jezusi thot një fjalë tjetër: unë mund të bëj gjithçka. Asgjë është e pamundur për Zotin, por asgjë është e pamundur për ata që besojnë në të. Për këtë arsye ne sot jena këtu. Për këtë arsye ne sot kërkojmë ndërmjetësinë e Shënrrokut, sepse edhe ne kena nevojë për këtë besim. Kena nevojë me mbush jetën tonë, që nuk është një humner bosh, nuk është një diçka që nuk ka kuptim, por do të rizbulojmë kuptimin e jetës pikërisht duke filluar nga gjana kryesore, me rifitu marrëdhënie e mirë me Jezusi që na do shumë dhe që ka dhënë jetën për secilin prej nesh. Shënrroku është shenjtë të cilit janë kushtuar më shumë kishë në gjithë botën. Ai konsiderohet si mbrojtësi i peshkatarëve që në ujët e liçenit sigurin jetesën.